Masakër mjedisore në qendër të qytetit. Kështu e konsiderojnë qytetarët lezhian prerjen e pemëve 10 vjeçare dhe prishjen e lulishtes për të betonuar më pas. Ky veprim është kryer nga bashkia pasi është pjesë e projektit të ri për qendrën e qytetit. Nuk më duket e bukur me bë luks në një anë, ndërthojza luks, ku në anën tjetër ke mjerim dhe vërfni, ke ersin, ke tmerr, dhe kjo është tmerrshme. Nuk është normale prishja e lulishtes që ka pemë që do 100 vjetë për të gjeneru. Kjo është masakër që është bërë, për dhe dikush do të majë përgjësi. Lezhë ka emergjenzat tjera shumë më të fuqishme se sa kjo. Normali nuk është. Dhe zi mu ba një investim tjetër kënë më i mirë, këto ka kënë gjithë gjana regullume, gjithë gjana më regull ka kënë, po betonizatë, ku ka kënë një lulishtë shumë fantastike, rrishi njerëzit, tash gjithë gjana shkatrume. Burime nga Bashkia e Lezhës kanë bërë të ditur se vendi ku ishte lulishtja është pjesë e projektit që po zbatohet nga qeveria shqiptare për qendrën e qytetit, një investim që ka nisur në muajin tetor të vitit që lan pas.